Atko kryeshefi Zeqiri propozon që Ministria e Financave t'jap garancion direkt për kompaninë private. Insistimi i Ministrisë së Artane Rizvanollit vazhdon. 3 javë më pas, me 22 dhjetor, shefja kabinetit të ministrës kërkon sërish letër garanci nga kosti. Me 29 nëntor, Anyla Beqa Kelmendi shfaqet në skenë. Shefja e kabinetit të ministrës Artane Rizvanolli ja shkrua një email kostit, ku i kërkon kostit të japi një garanci bankare për kompaninë private që do të fiton të ankondin. Kjo garanci nga kosti nuk ishte përmendur në njoftimin fillestar. Pra, krahas blerjes me çmim të garantuar për 15 vjet, fillimisht u kërkua garanci nga kosti deri në 9 milion euro. Por më vonë ajo ul. Por çka i shkruan te Anyla Beqa Kelmendi kostit në emër të Ministrisë së Ekonomisë? Regjia. Nga diskutues serioz ka qenë të ofrohet një letër kredie apo garancioni të ofertuesi i suksesshëm, prodhuesi, në vlerën e të hyrave të pritura të tij nga shitja e energjisë elektrike për periudhën 12 mujore në vlerën deri në 9 milion euro. Arsyeja kryesore nga ofertuesit e mëndshëm përmendet të jetë risku i likuiditetit që ka kosti dhe që është ndërlidhur me mundësinë e mospagesave duke aluduar në gjendjen financiare të kostit. Ministria në përgjigje drejtuar të gjithë ofertuesve të mëndshëm e kemi sqaruar se pagesat e kostit, operatorit të tregut ndaj prodhuesve të BRE që janë në skemë mbështetëse, si tipi i parkut solar 100 MW janë kosto që kosti i ka të reflektuara në tarif, si dhe financuar nga linje veçantë që administrohet përmes fondit të burimeve të ripërtëritshme, duke theksuar se nuk ka ndonjë rrezik për mospagesë. Përkundër që Ministria vlerëson se nuk ka ndonjë rrezik për mospagesë nga kosti ndaj operatorëve, ajo thotë se operatorët kanë vendosur letër garancën si kusht për t'i marrë pjesë në ankond. Pra, privatët e kushtzojnë shtetin. Çeku e kemi çet email. Kësaj kërkese i është përgjigjur me datë 1 dhjetor, i është përgjigjur atëherë kryeshefi i kostit Evetar Zeqiri. Ai fillimisht refuzon duke shpjeguar se gjendja financiare e ndërmarrjes nuk është e mirë dhe se e kanë të pamundur të ofrojnë garancinë. Nga përgjigja e Evetar Zeqirit për Ministrinë e Ekonomisë lidhur me kërkesën për letër garancionin, ashtu siç jeni në dijeni si rezultat i rrethonave të njohura, gjendja financiare e kostit është të jetë e rënduar, likuiditeti financiar i kost e kolateralit prej 9 milion euro, siç kërkohet në rastin në fjalë. Gjithashtu duhet se kurse nga ky garancion financiar rrjedhin shpenzime për norma të interesit, të cilat sillen rreth 300.000 euro në vit. Ky është një vlerësim i përafërt, mirë po vlera e saktë varet dhe nga vlerësimi i rrezikut dhe vlerësimi i diligjencës financiare që bankat aplikojnë në raste të tilla. Për informimin tuaj, Kost vetëse posedon një kolateral me bankën gjermane KFV në vlerë prej 4.8 milion euro dhe obligimet e Kostit nga llogaria balancuese për devijime arrin mbi 28 milion euro. Kost vlerëson se mundësia më e përshtatshme në këtë periudhë kohore do të ishte ofrimi i këtij garancioni drejt për drejt nga Ministria e Financave, thesari, përmes instrumenteve të tyre në emër të Kostit. Pra, atko kryeshefi Zeqiri propozon që Ministria e Financave t'jap garancion direkt për kompaninë private. Por historia nuk ndalet më kaq. Insistimi i Ministrisë së Artane Rizvanollit vazhdon. 3 javë më pas, me 22 dhjetor, shefja kabinetit të ministrës kërkon sërish letër garanci nga kosti. Bile këtë ajo u shkon me një zotim se nga janari 2024 kosti do të lirohet nga bara për energjinë veri. Me supozimin se kosti nga viti i ardhshëm do të lirohet nga detyrimi financiar për pagesat e devijimeve në veriun e Kosovës dhe se do të aplikoni në ZRE për shpenzimet e mirëmbajtjes së një letër kredie garancioni, a mund të na konfirmoni me shkrim se pas marsit të vitit 2026, kur pritet për afërsisht të jetë data e fillimit të operimit të parkut solar 100 MW, Kost do të ketë mundësi të ofrojë një letër kredie apo garancioni nga një bankë komerciale, të pranueshëm në vlerë prej 9 milion euro për periudhën e MBE.
Keni në konsiderat se në rast se supozimet e lartë përmendura nuk realizohen dhe kosti nuk ka mundësi të ofrojë këtë instrument financiar, ne si Ministria e Ekonomisë do të bartim mjetet e nevojshme të kostit për sigurimin e një letër garancioni të tillë dhe për këtë qëllim jemi duke punuar për vendimet e nevojshme procedurale, të cilat do i ndajmë pastaj edhe me ju. Ministria nuk ndalet me kaq. Tash edhe merr edhe Ministrinë e Financave dhe bashkë bëjnë një letër zotim. Me 28 dhjetor 2023, Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolle dhe Ministri i Financave Kuran Murati nënshkruajnë një letër zotim se ata do ta marrin përsipër mbështetjen financiare në rast se kosti dështon të lëshojë garancinë e pagesës për privatin.